Sa herë që vej une në Prishtinë, në Tiranë, befasohem se si juve ju ndale njerëzit në intervistë. Në moment kur unë në Tetov nxjerri mikrofoni, njerëzit hikin. Ama nashe se keni guxën e për të kace temën. Unë jam Arsimi, jam hoç në Tetov që 7 vite, jam edhe influenceri Alfa e Omega në Maqedoni, gati 20 milion shikime i kam si callin muj në përjete sociale, edhe kur të pash tash nalëm se ta ho zemrën, sa fort qesh. Ne në fshatë e ne thojmë specat e mej nuk kajnë qere, ama shkrehen gjoj. Zotëri? Që, këngëtari? O, këto, bashkë. Këngëtarin dëgjo. Këngëtari fol për vetë. Është këngëtar kënon i këtu për zemra. Që shqeni të kaljo? Ki ka veç pak. Si cëllën heqë. Unë jam kushtrimi? Po. Unë jam njeriu i sharit, besoj se dhe të kallëzojmë asandi. Të paka shumë unë e bëjtë të njëjtën gjanë në Tetov. Sa herë që vej une në Prishtinë, në Tiranë, befasohem se si juve ju ndale njerëzit në intervistë. Në moment kur unë në Tetov nxjerri mikrofoni, njerëzit hikin. Ama nashe se keni guxën e për të kace temën. Ma unë e guxën e zezë. Valla guxën e zezë, ikën njerëzit. Ta kish guxën e për të kace temën, vinë. Jo, si tanë nëse në gjuditi, jam. Atëherë, unë e nali temën e vazhditanë. Unë jam Arsimi, falemender shumë. Jemi në Prishtinë për rimas dite. Unë jam Arsimi, jam hoç në Tetov që 7 vite. Jam edhe influenceri Alfa e Omega në Maqedoni. Gati 20 milion shikime i kam si callin muj në përjete sociale. Edhe kur të pash tash nalëm se ta ho zemrën, sa fort qesh. Po du më të thonë diçka. Ti ki një shikueshmëri shumë të madhe. Falemender. Edhe njerëzit edhe juve ju ndalen. Po nashti pjesa juve edhe pjesa jeme kanë dëlloj dallimi, sepse na jena me shumë pozitivitet, ma shumë dashni, ma shumë gjana të mira, stop dhunës, stop nervozizmit, stop të gjanat. Unë jam pro gjana pozitive. Më vjen shumë mirë. Të njëjtën mundohem edhe unë gati që 4-5 vite ta bëjnë Maqedoni, veçanërisht në Tetov, sepse mentaliteti jonë atje për shkak të gjuhës, ne nuk arrim ta folim rrjedhshëm gjuhën. Gjikije ti, gjibon ti. Ne bëjmë gjikije, për shembull ne në fshatë e ne thojmë specat e mej nuk kajnë qere, ama shkrehen gjoj. E kuptove? Edhe qysh e thuni jo, specat e ton. Po, nuk kajnë qere, dhe mek nuk janë bukur. Nuk janë qere, po, e shkrihen goj, qysh po shkrihen me specat e Na thojna kështu, specat e ton kanë qere, po janë shumë të mirë. Qështo? Kjo ardhë me qere, me limuzina, po? I kum ardhë me limuzin. Me ra. Qaja limuzina që sfirasina, cocën e ilhamit e vikasina. Ajte po që video në traditat e juve. E di, valla. A i bie, as i bie, taj me mu gjikije. Me parët e maja gjallon gjidu i blije. Ajte po? Ajte po që jam këmësu edhe theksin edhe tradita, unë e gjithë cep Kosovës. Unë jam i Kosovës, jam i keq shqiptaris. Ku do që janë? Unë nuk të thamë jam Kosovë, e s'podu. Unë edhe në Maqedoni, edhe në Shkup, edhe në Tetov, edhe në Gostivar, edhe në Kumanov, edhe në Korçov, edhe Preshev, Medveç, Bujanov, unë e gjithë pjesë jam. Falemender. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë njerëzve në Kosovë? Në Kosovë, ose në Shqiptari në Tetov, më shumë jam pak lokalist në Tetov. Kështë në Tetov? Po si, arsyeja njetë të sundoj ato ma sandi dalim edhe ma gjanë. Një mesazh që kështu a dhonë ative tonëve, tetovarve, pak para, kika, vetëm se pat, kushtrimi bese, Unë nga trava, ma bësh Allah. Pak para kushtrimi vetëm se pat disa njerëz shpitetove për Shkupit që i intervistoj e ne ishin shumë fani, ishim shumë rahat. Pse për shembull atje kenem mshelen, hikem për mikrofonit, u vejnë mare, nuk du ndale, nuk ekspozohet. A i vetë një para se me po, ka. A i vetë një djesë para se me fol me ta, më falë, po du më ta bo pytjen, unë e kam një tim, a i vetë një para se me ta ma... Po, hikin njën shumë mshel. Mentaliteti e dish pse, se njerëzit rrethi kajnë më u talë ma ato, po në talën bese nuk bëhet punë e madhe.
Ja, botal nuk i lëna, na me gruje, na halotona së ba. Unë e kum sos punën me groj. Falemender shumë kushtrim. Trut zoti, faleminderit shumë. Edhe mu mjerë majrë, e remëzdajle, e plëk të lakta, e ju selame, kejtve selame, edhe të tovës, edhe inshallah më rezë të raba ju qënë mirë derin të tovë, se do vina ka Korçova një ditë, do bojna zjafet. Arifone. Oh, selam.